Oh, mos. U që ba? Oh, jo! Jo makinerin e lëngjeve! Zoti Wong do të tërbohet tani! Dakida! Mjaft tani! Do të shkoni në shtëpi dhe kështu nuk do shkaktoni më telashe. Jo, Stitch! Duhet të mësohesh të bësh më tepër kujdes. Nuk mund të thyesh gjëra gjatë gjithë kohës. Nëse të pëlqen diçka, duhet të kujdesesh për ta. Ndryshe nuk do ta kesh më. Njerëz, keni parë ndonjë krijesë të pazakont pas tërmetit të sotëm? Vetëm ty! Shëje ka që i madh! Unë vi nga planeti 8 në sistemin e Kreplotit, ku dua të them që vi nga Samoa. Apo në rregull? E po tani e di. Me gjasha i po kërkon një eksperiment. Bashkë ka të bëjë me tërmetin e çuditshëm. Po, është eksperimenti 513. Ai që shkakton tërmete. Ai që tund gjëra? Ai që tund gjëra? Vajzë vogël nuk e kupton. Tërmeti i sotëm ishte një gudulisje për 513-ën. Është i programuar të gjej pikën më të dobët gjeologjike në ishull për të krijuar një tërmet të madh dhe shkatërimtar. Me gjasë 513-a do të niset drejt pllakës së madhe në bazë të vulkanit. Është jetike që 513-a të mos futet nën tokë, vetëm nëse do të donit atë tërmet A ka shkatërimtar. ndonjë mënyrë që mund ta ndalojmë? Ta fishek do të ndihmoj në kapjen e eksperimentit. Janë të mbushur me një substancë shumë ngjitse për ta ndaluar 513-ën. Si gjurat. Prisni! Asnjë nuk do të lëviz vendit! Jo pa pakon e tërmetit! Forca, Xhumba! Koha për një tjetër ushtrim për tërmetet! Mjaft më me ushtrime. Mos harroni! Uluni, fshihuni, bërtisni! Forca! Ulu, fshihu, bërtit! Ulu, fshihu, bërtit! Do një herë më turpëron me të vërtet.